Gjeneta Fetahu rrëfen për tradhtinë e ish të dashurit, e kapa me punëtoren. Një ditë më parë në rubrikën Trotuar në e diell është folur për çiftet, për dashurinë, për sakrificat që të ftuarit kanë bërë për dashurinë. Gjeneta Fetahu u shpreh se sakrifica e madhe që ka bërë ajo për dashurinë është se ka lënë të gjithë njerëzit për 5 vite dhe në fund ai e la për punëtoren. E pyetur nga Nevina Shtylla se si u ndje, Gjeneta u përgjigj: "Normale që zgënjehesh, thyesh copash, pjesë." Nga biseda, Nevina: "Çfarë sakrifice të madhe ke bërë ti për dashurinë, Gjeneta?" "Kam lënë të gjithë njerëzit për 5 vite dhe në fund më la ai për punëtoren." Nevina: "Punonjëse në kompaninë që kishte ai, Gjeneta." "Normale që zgënjehesh, thyesh copash, Gjeneta. Qa të përballem? Nuk mund të detyrosh dikë të rrijë me zor." Nevina: "Çfarë ndodhi me miqt, me ata që i kishe lënë pas dore 5 vite, Gjeneta? Ca janë kthyer dhe ca jo? I kuptoj edhe nëse nuk kthehen se ti në momentin që zgjedh partnerin se mendon se është i duhuri, normalisht që dikush tjetër zgënjehet." Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.